Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë dhe begatitë e panumërta që na i ka dhënë. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi kurorën e profecisë, mbi zotriun e njerëzimit, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij që ishte fisnike, mbi shokët e tij të cilët ishin besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët pasojnë edhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e takimit me Allahun xhalla wala. Secili nga ne që jena prezent në xhami në ditën e xhuma, nëse i parashtrohet pyetja se çka është misioni jot në këtë jetë, çka është qëllimi pse je kriju, çka është qëllimi që ti ke ardhur në një këtë jetë dhe askush nuk të ka pyet as për gjinin, as për nacionalitetin, as për gjatësinë, as për estetikën e jashtme cilën e ke, mirë po Allahu xhalla wala, Zoti i gjithësisë, të ka kriju me vullnetin e tij, mirë po kësaj krijese që e ka kriju e që jemi pa përjashtim edhe ne, nëse na parashtrohet pyetja se çka është esenca se pse kemi ardhur në këtë dynjë. Secili prej nesh mundohet mi dhanë përgjigje në një formë apo në një formë tjetër. Mirë po, Allahu xhalla wala qartazi na ka treguar në Kur'an. Mirë po nga ana tjetër, Allahu xhalla wala shpesh herë në librin e tij të madhnueshëm na tregon ajete që e zbërthen pak më në detaje këtë përgjegjësi që na e kena me ardhen tonë në këtë dynjë. Allahu xhalla wala thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dhe nuk I kam kriju as njerëz, as xhinët përveç që ta adhurojnë Allahun xhalla wala. Një këtë adhurim I Allahu xhalla wala secili prej nesh mundohet mi parafetyru duke e cunguar në vepra të caktuara që ai I shef se ato janë vepra që adhurohet Allahu xhalla wala. Mirë po, çdo gjë që ka krijuesi suprem, dhe çdo gjë përveç tij është e krijuar, por çdo gjë që ka kriju e ka një mision të caktuar. Nuk është krijim që nuk ka një shtjellim apo një domethënie apo një urtësi, pa çka se na ndoshta e dim urtësinë apo nuk dim urtësinë e krijimit që e ka bërë Allahu xhalla wala. Madje jo vetëm njerëz, por çdo gjë që ka kriju, çdo gjë që na rrethon neve nga natyra, madje edhe çka kena si për nesh, çdo gjë Allahu xhalla wala e ka kriju me një mision të caktuar. Dhe neve shpesh herën na dërgon mesazhe duke marrë grimca rreth tyne krijimeve që kena për rreth nesh për na tregu ja diçka tjetër, por thjesht rolin e ekzistencës tonë që e kena në këtë dynjë dhe një përgjegjësi madhore cilën e kena marrë. Allahu xhalla wala thot në Kur'an: "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal." Thot ne kërkuam që një këtë amanetin ton ta marrin qejt. Madje ta merr toka. Madje ta marrin edhe malet e ngurta që qëndrojnë fuqishëm sipërfaqen e tokës, thot Allahu xhalla wala: "Fa abayna an yahmilnaha fa hamaha al-insan." Thot dhe ata nuk e morën këtë përgjegjësi. Fa abayna an yahmilnaha wa anshaqna minha wa hamalaha al-insan. Dhe nuk e morën një këtë përgjegjësi, pa këtë përgjegjësi, a di kush e morri? Këtë përgjegjësi kaq madhore që është në hijen e qëllimit të krijimit, qëllimit të ardhes tonë në një këtë botë, nuk e morën as qejt një këtë përgjegjësi. Nuk e morri as toka dhe nuk e morrin as malet. Kërkush u distancuar nga kjo përgjegjësi, si është përgjegjësi me të vërtetë madhore, fa hamaha al-insan. Insani është ai I cili e mori këtë përgjegjësi. Çka është kjo përgjegjësi? Përgjegjësi bëhet fjalë ku Allahu xhalla wala me urtësinë e tij na çon
segmentet caktuara që na me meditu dhe me hy thellë në filozofinë e një kësaj, ku një këtë shpallë hyjnore, një këtë Kur'an nuk e morrin përgjithësi urdhnat dhe normat, as malet, as toka, as qejt. Dhe e morr me unë edhe ti. Insani është përgjegjës kërse një kësaj shpallje hyjnore që urdhnat e Allahu xhalla wala më çun vend. Sa kanë peshë të madhe këta, një peshë të madhe sa që edhe malet e ngurta nuk e marrin përgjegjësi, as qejt, as toka. Ti që ke ardhur në këtë dynja dhe e ke intervalin kohor të kufizumun, e ke pas fillimin dhe ka për të ardhur fundi dhe ndarjen nga kësaj bote. Si e kupton ardhin tonë në hijen e fillimit edhe fundit? Si e kupton rebelimin e epsheve tuaj në hijen e fillimit edhe fundit? Dhe si e kupton madhështinë e krijuesit që të ka kriju dhe është sipër teje dhe të vëzhgon edhe të vështron? Si e kupton ti me fillimin edhe me fundin tonë? Me fillimin e ardhës në një kësaj botë dhe me përfundimin e një kësaj. Allahu xhalla wala këtë e quajti amanet. Dhe na kena marrë një këtë amanet për Allahu xhalla wala me pretendimin se një këtë amanet kena për të dërguar deri në fund. E kena marrë një këtë përgjegjësi, një këtë amanet. Allahu xhalla wala na përmend në Kur'an edhe nga aspekti moral shpesh herë një këtë amanet. Nocionin e amanetit, ku Allahu xhalla wala thot: "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amana ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbahu wa la taktumu ash-shahada." Edhe nëse ju jeni në udhëtim dhe keni kam rrit puna që keni për me dhanë edhe për me marrë diçka, kërshit dikuj, dhe nuk mundi me gjetë, nuk jeni prezent në gjuhën e sotme, nuk mundi me gjetë noter. Mirë po dikën që është prezent dhe e merr e shkruan një këtë dhe i ka dëshmitar e caktuar, atëherë Allahu xhalla wala këtë e mvesh në përgjegjësinë tonë, duke u përpjek na që në bazë asaj se çka çofim dhe çka na rahatohet zemra, me marr njerëz të besueshëm për me dëshmu për një këtë lloj marrëveshje, një këtë lloj marrje edhe dhënie. Dhe thot Allahu xhalla wala thot, dhe ta marrin ai një këtë amanet që u ngarku me një këtë amanet, dhe ta marrin një këtë amanet, falyattaqillah, dhe të friksohet Allahu xhalla wala. Në aspektin moral të dhënies edhe marrjes na përmendni Allahu xhalla wala. Po kështu duhen ta kuptojmë edhe amanetin që e kena marrë për ma adhuru Allahun xhalla wala. Për mi kry normat e Allahu xhalla wala mi çu në fund dhe me u largu ndalesave të krijuesit të gjithësisë. Amaneti është përgjegjësia më e madhe e që është një herë amaneti në raport mes teje dhe Allahu xhalla wala. E pastaj amaneti mes teje edhe krijesave të cilët rrethojnë rreth teje. Madje Allahu xhalla wala e përmend besimin ton në kontekstin e një këtij amanetit, ku thot: "Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasul." O ju të cilët keni besu, mos e mashtroni Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. E pastaj ju mos të bahni ma njerëz të cilët përmbani amanet, edhe ju e dini shumë mirë këtë punë. Çka do të thani kjo? Njeriu sa më larg është urdhnat e Allahu xhalla wala, i përbuz urdhnat e Allahu xhalla wala, rrjedhimisht ka për ndiku tek amaneti i tij në raport me njerëz. Dhe njeriu sa më larg është krymjes së traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe largohet atij përkufizimi që ja ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo vepra që nuk e pason sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është larg vijës së tij, kjo rrjedhimisht është ndikim i amanetit cilën e ka në zemër. Mungesa e amanetit, Allahu xhalla wala rrjedhimisht nuk ta mundson edhe pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mbushja, prezenca e amanetit ta mundson edhe pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Amaneti që është ngushtë e lidhur me pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e që të shpihet tek adhurimi i Allahu xhalla wala, ndërsa Allahu ka përmend me renditje më rëndësishmën Allahun subhanahu wa taala, pastaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e pastaj amanetin. Çka është amaneti? Amaneti është vet imani. Ëmbëlsia që cilën ta ka shpu zemrën tënde, një kjo ëmbëlsi që ta ka shpu në zemrën tënde, një kjo shijim dhe rahati e zemrës kërshi Allahu xhalla wala, një ky është amaneti.
Mungesa e një kësaj në zemrën tënde ka me të largu të mungesa dhe mos prezenca e amanetit karshi Allahut xhallahu ala. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke qëndruar me sahabët në mexhlis me ta dhe vjen një prej beduinëve, hyn në mexhlisin e tyre dhe i drejtohet më njëherë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke ndërprer fjalën. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte prezant para me sahabë. Ai hyn nga fundi i mexhlisit dhe thot: "Ja Rasulullah, o i dërguari i Zotit, meta saa, kur ka menot ky kiameti?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi me urtësinë e tij duke fol. Disa prej sahabëve thanë se nuk e ka paska dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga sa i foli nga fundi i mexhlisit. Disa tjerë thanë nuk ka qenë i kënaqur me një këtë pyetje. Pyetje shumë irrituese, kur ka menot kiameti. Është diçka që e din vetëm Allahu xhallahu ala. Këtë sahabët e dishin shumë mirë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi me urtësinë e tij duke fol, duke i çu atij mesazh se derisa është duke fol dikush në një mexhlis nuk i ndërpritet fjala. Mirë po, pasi që përfundoi vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u drejtu masës duke thënë se ku është pyetësi. Ai i cili pyeti ku është, e ngriti dorën pyetësi dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha da'at al-amana fantadhiru as-sa'a." Nëse largohet amaneti, prit të thot kiametin. Ky i drejtohet me pyetje duke i thënë se e çka është ky amanet? Si zbërthehet ky amanet? Çka do të thonë se kur të ngritet amaneti? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fa idha al-asnadu al-amr ila ghayri ahlihi fantadhiru as-sa'a." Nëse fillojnë dhe marrin poste qeverise, poste udhëheqëse, drejtor e një kështu me radhë njerëz të cilët nuk e kanë për hak atë vend, thot atëherë thot pritet kiameti. Nga se devalvimi në iman në zemrat tona ka me shpir rrjedhimisht edhe në devalvimin e përgjegjësive të posteve të caktuara deri te halifja, nëse ka halife. Andaj kesh ngusht e lidhur me imanin. Zbehja e imanit në prezencën e muslimanëve rrjedhimisht ka me shqu edhe tek zbehja e vetë qeverisës tonë. Dhe e kundërta, plotësimi sa i më i miri i kësaj ka marrë deri tek plotësimi më i miri i tjetrës. Besimtari e ka për obligim që mu kujdes për imanin e tij. Dhe sa më tepër për kujdeset dhe e ka prioritet imanin e tij, më prioritet se shëndetin e tij, dhe më prioritet se pasuninë e tij, dhe më prioritet se familjen e tij, e vlet e tij, nëse vjen imani dhe për kujdese në vazhdimsi të imanit ti, rrjedhimisht kjo zemër ka përqenë me përfundimin e kësaj zemër e cila ka amanet. Ka për të reflektu edhe në veprat marrëdhënie me njerëz. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilësit e munafikut janë 3. Cilësit e munafikut janë 3. Nëse flet, gënjen. Nëse i nepet një premtim, premtanaj për me të dhanë diçka, për me të bë diçka, për me të mundsu diçka të premtan, e han premtimin. Dhe i treti, ai i cili nuk e man amanetin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një këtë hadith amanetin e ka përkufizu dhe e ka nënvizu në hijen e nifakut. Sa më tepër që ka besimtari nifak në zemër, edhe në marrëdhënie me njerëz ka përqenë i tillë, me dyftërsi. Dhe sa më tepër që ka iman në zemër, edhe marrëdhënie me njerëz kam i pas me aparencë dhe me zemër hapur dhe të çilun. Besimtari siç thamë, sa më tepër që e kujdeset për imanin e tij, rrjedhimisht ka për ta çuar në vend edhe amanetin e që i bie plotësimin dhe rregullimin e raporteve të tij me Allahun xhallahu ala, e pastaj rregullimin edhe me njerëz cilët e rrethojnë. Allahu xhallahu ala i ka kërcënuar njerëz të cilët kanë dyftërsi në marrëdhënie me njerëz, e po ashtu është më parsorë edhe marrëdhënie me Allahun xhallahu ala. Po na këtë nuk e dim. Nuk e dim se kush është i sinqert me Allahun xhallahu ala dhe kush ka hipokrizi në raport me Allahun xhallahu ala, na këtë nuk e dim. Nga se është fshehësi që vetëm Allahu xhallahu ala i din zemrat e secilit prej nesh. I din madje edhe çka përshpëritin vetvete dhe nuk e duke e fol, dhe kushdo që të rrethan ta marr mendje se nuk e di, është krijuesi i gjithësisë
që ta dim më mirë se sa duke e ditë ti për vetveten tënde. Ta dim. Dhe Allahu xhallahu ala na ka treguar neve cilësitë e ndikimit të këtij nifakut që zbërthehet në vepra e që besimtari mundsohet për me e pa. E kjo është aja që njeriu nuk duhet më marrë me përmirësimin e të jashtmes, që mu duk sa më mirë para tjerëve, që me përmirësu marrëdhënien me njerëz për shkak njerëzve, në qoftë se merret me diçka tjetër, i përmirësohet diçka tjetër. Siç ka thënë Sufjan e-Thauri, ai i cili i përmirëson raportet me Allahun xhallahu ala, sinqeritet me Allahun xhallahu ala, Allah është ai që ja përmirëson raportet me njerëz. Çka do të thonë ja përmirëson raportet me njerëz? Ja mundson që me njerëz me qenë i sinqert në vajtje dhe në ardhje. E pastaj ku i met hatri, ku nuk i met hatri diçka tjetër. Njështu siç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam erdhi me një këshpallë hynore, mirë po shpallë që nuk i shkonte për shtat mushrikëve të Mekkës. Mirë po ishte i urdhëruar që një këtë marrëdhënie relacionin mes tij dhe krijuesit mirujt, dhe kur e ruan marrëdhënien mes tij dhe krijuesit, rrjedhimisht ke përqendë edhe me marrëdhënie me njerëz i drejtë, i përpikt, pa hile. Nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse një shpallje hynore i zbriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ju përziu kushtimisht me thënë ujin e mushrikëve të Mekës, nga se gjithë sistemin e jetës tyne e sjellin kollaps këta norma, mirë po megjithatë, edhe pse nuk i dojshin normat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishte prap njeriu i cili thoshin ky është njeriu më besnik. Ky është njeriu më besnik. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tek ai nuk ka hile. Ai është njeri transparent dhe i hapur me tjerë, me mikun edhe me armikun. Ishte njeri transparent me rëna katërmorinjve, me familjen e tij, me bashortin e tij, por edhe jashtë me njerëz. Andaj pika më e fortë që më e përmirësu amanetin ton është pika lidhje me Allahun xhallahu ala. Në fshehtësi kur je, as kërkosh nuk është duke pa, duke ditë, shfrytëzoje kohën e qërimit disa hesapeve mes teje dhe Allahut xhallahu ala. Kujtaj gjunahet tuja edhe në alu gjysë ore, kërkosh nuk është duke pa, kërkosh nuk ta din. Në dhomën e gjumit tanë, dikejt vetmoj me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe filla dhe ba istikfar për gjunahet cilët ty të kujtohen. Filla dhe ba istikfar në vazhdimsi. Njashtu si çdo njeri prej nesh ka shku në haxh ose numre, dhe çfarë përkushtimit ka kur është para çabes me adhurime të caktuara, pse këtë përkushtim nuk e bën edhe gjatë jave, edhe gjatë ditëve pas ditëve, vetmi me Allahun xhallahu ala. Nga se ai që është Zoti i Qabes, është Zoti edhe nësaj dhomës tanë dhe shtëpisë tanë ose xhamis ku je, vetmojë me Allahun xhallahu ala. Dhe mundsohemi përmirësu raportet mes teje dhe Allahu subhanahu wa taala, e që kërkush nuk është duke ta ditë. Edhe këta kanë për reflektu, duke ta mbush zemrën me iman dhe me amanet, rrjedhimisht me njerëz pastaj ke për të pas marrëdhënie tjera. Elusim Allahun subhanahu wa taala që më na përmirësu imanin ton dhe rrjedhimisht më na përmirësu amanetin ton. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.